Nderuar, të kthej një përgjigje deputetit. Sa i përket burgut Burrelit, dhe pyetjes që thatë ju mjaftojnë fondet, patjetër që nuk na mjaftojnë, sepse ne kemi bërë dhe kërkesë ku themi për kërkesat shtesë që kërkojmë, nuk na mjaftojnë për 2026-ën. Sa i përket burgut Burrelit, nëse do arrihet që të kishim një fond për të bërë një burg të ri, pse jo? Por për të investuar aktualisht dhe rikonstruktuar totalisht institucion ekzekutiv vendime penale Burrel, në atë gjendje infrastrukturore dhe vjetërsie e burgut, nuk na lejon që të bëjmë restaurim total. Për zotin Kapri, pyetja sa i përket tenderit burgut Kuksit, aktualisht ndoshta do ketë një lapsus ose ndoshta nuk e keni lexuar shifrën, se ajo shifra për 2026-ën 3.2 milion që është pagesa për 2026-ën, nuk kemi ndryshim të vlerës së institucionit, por është ndryshimi pagesës për vitin 2026. Anullimi është pasqyruar dhe në APP dhe arsyeja e anullimit pasi nuk ka pasur një nga kushtet për të plotësuar 2 inxhinier dhe një inxhinier dhe një arkitekt. Por është paraqitur me një arkitekt. Është rihetur tender, është shpallur një kompani tjetër fituese. Sa i përket pyetjes së dytë për skanerat edhe teknologjisë, sikurse e shikoni dhe aty, ne kemi hecur këtë vit edhe është shpallur procedura fituese për sistemin antidron, i cili është një nga komponentët edhe një nga sistemet e sigurisë që parandalon futjet e sendeve me anë të mjeteve fluturuese, e cila e bën të vështirë parandalimin nga punojësit e sigurisë. Skanerat të cilët futen punojësit e policisë apo familjarët janë të gjithë funksional. Nuk kemi skanera jo funksional. Sa i përket ngjarjes në 2023, nuk mund të flas sepse është akoma në hetim si ngjarje. Pas përfundimit të hetimeve dhe marrjes së vendimi, ne do bëjmë një analizë. Pavarësisht se kemi bërë një analizë administrative, nuk mund dalim në përfundim për këtë shkak. Më përmendët komoditetin e Durrësit. Drejtoria e përgjithshme aktualisht për zyrtarët, të cilët nuk kanë kryer vepra të rënda penale, ka akomoduar në JVP Durrës dhe JVP Fier pjesën më të madhe zyrtarëve të cilët janë për vepra, pra nuk po them për vepra të rënda, po flasim për vepra të cilat nuk mund të them që ka komoditete të mobilive, siç po thoni, televizorë, janë gjithë televizorët janë brenda standardeve sipas rregullorës, komoditete, krevatët janë sipas rregullorës parashikuar, dyshegjet edhe pjesën tjetër akomoduese e mbulon drejtoria e përgjithshme e burgje me fondet e veta, nuk kemi të këtë kategorie që ju po më thoni. Televizorët janë të parashikuar rregullor. Sa i përket ushqime për familjarët, nuk është e vërtetë që 90% të dënuarve dhe të paraburgosurve marrin ushqim nga familjarët. Sistemi i burgjeve ka detyrimin ligjor për çdo të dënuar dhe të paraburgosur të garantojë ushqim 3 vakte. Nuk kemi bazë ligjore që të themi atij tjetër të ha me zor. Ne kemi detyrimin që çdo dënuari t'ia vendosim racionin sipas kuotave që janë në dispozicion të tij. Pastaj, sa i përket pjesës tjetër, që mund të ketë një refuzim 20-25%, po jo për shkak të ushqimit. Nuk vjen për shkak të ushqimit. Kjo vjen për shkak të një trendi që kanë një kategori e të dënuarve apo të paraburgosur për shkak të konflikteve të jashtme që ata kanë, hakmarrjes, gjakmarrjes apo problematika ndërmjet grupeve kriminale, për këtë arsye, por dhe në kuadrin e rehabilitimit dhe reintegrimit, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka lejuar që një familjar, pse jo, të çojë një sup nga dora e nënës, i bashkësortet e vajzës apo një familjari për një të dënuar. Pra është parë në kuadrin e rehabilitimit dhe
rintegrimit. Besoj që ishim rregull. Faleminderit. Atëherë shumë faleminderit zoti Qose. Si nuk i kishte plotësuar lëvizit gjitha. Okej, hadi zot nuk ka. Zoti drejtor, informacionet tona janë, dhe i kemi të konstatuar, se kemi bërë edhe vizita të burgosur, që burgosur politik, kuptohet. Burgjet janë pas sistem ngrohje ftohje. A ka planifikuar qeveria sot në buxhetin tuaj t'ju jap buxhet për të vënë në punë sistemet e ngrohjes ftohjes? Të burgosurit politik që janë në burgjet shqiptare ankohen që s'ka ujë të ngrohtë, nuk funksionon as sistemi ngrohjes as i ftohjes. Edhe uji është problem. Kështu që vetëm këtë pyetje kisha për ju edhe Faleminderit nderuar. Duke qenë se sistemi i burgjeve trashëgon godina të vjetra, po themi dhe të sistemit para 90-s, ka problematika për ngrohjen e përftohen, por sa i përket kategorisë që ju i referoni, nuk kemi këtë lloj problematikash. Duke qenë se dhe zyrtar të tjerë kanë qenë në këto ambiente, nuk besoj që kanë pasur këto problematika. Për ujë, edhe për ngrohje dhe për ftoje, edhe në burgjet. Në qoftë se Ervini thot publikisht që ka mbërdhifur të burgu, unë jap dorëheqjen. Në institucionin e Fierit, në Fier nuk qëndron. Te kërkesat shtesë që janë bërë për institucionet që kanë këtë lloj problematike, janë bërë kërkesat. Te 313-a, zotëria ka dëshuar të rri vetë aty, po dhe aty janë kushtet shumë mira dhe për ngrohje dhe për ftoje. Faleminderit zoti Qose për përgjigjet shterruese. Tani kalojmë diskutime nga kolegët.